Çuna përshëndetje, sot kemi temën e të ftotave. Sot do bëjmë një çokoladë të ftohtë. Çokolada e ftohtë gjithmonë si fillim me pjesën e qumshtit. Pasi hedhim qumshin, e hedhim. Më pas e shqiroj me 2-3 kokra akull. Hedhim bustinën e çokoladës, pasi do bëjmë një çokoladë të ftohtë. Më pas e rrahim. Edhe e lëm këtu deri në momentin që ajo të bëhet sa më kremoze. I hedhim akull mjaftueshëm. Në momentin që ne kemi bërë sa më kremoze, e hedhim, vendosim copa biskotej, edhe ja ku është një çokoladë e ftohtë. Tani, pasi e bëra unë, ka ardhur radha që nxënëse ta bëjnë vetë, kështu që hidhi qumshtin nxënës Luisi. Bravo. Hidhja qumshin aty. 2 deri në 3 kokra akull. Hedhim bustinën e çokoladës. E rrafim deri në momentin që ajo bëhet sa më kremoze. Pak më me qetësi. Nxënësi pasi mori godën, hodhi sasinë e dur të qumshtit, hodhi bustinën e çokoladës, edhe në këtë momente është duke hedhur në godën e tij, pasi bëri një kremozitet të duhur të çokoladës. Tashmë e shoqëron edhe me shllak, në varësi të preferencës së klientit, pasi ka klient që në rast preferencash, i vendosim edhe disa copa biskote. 2 pipa, edhe kjo është një çokoladë e ftohtë sipas asaj që unë ju mësova. Faleminderit të gjithëve për vëmendjen.